Flasim tani për aromën e keqe të gojës dhe për kujdesin e shtuar që duhet të kemi, për burimin e saj, për të kuptuar nëse është një gjuhë e papastruar, nëse është dieta apo ushqimet që ne zgjedhim, nëse është një problematikë stomakut apo mos vallë kemi të bëjmë me një higjen të dobët orale. Arsyet mund të jenë të ndryshme, ne do mundohemi të japim disa shpjegime, sepse shpeshherë nëse dikush ka një aromë të keqe goje, shumë pak mund të jenë njerëzit që mund të afrohen duke ja thënë këtë problematike dhe mund të qëndrojë gjatë. Jemi në studio me Vigjilenca Demira, e cila është mjeke, gastropatologe, është kënaqësi që jemi së bashku. Mirë se vjen e dashur, kënaqësi. Për të folur për kujdesin dhe vetdijen për këtë problematikë. Mund ta kuptoj dikush që ka një aromë të keqe goje vet pa ja thënë kush tjetër. Shiko, aroma e keqe e gojës apo era e keqe e gojës në gjuhën mjekësore quhet fetorex. Mirë, po ky simptom është i pranishëm në një numër të madh personash të cilët e vuajnë shumë. Por 50% e këtyre personave nuk e kuptojnë, nuk e ndjejnë. Janë personat përballë tyre që ja evidentojnë këtë simptom zakonisht. Por si formohet era e keqe? Njerëzit duhet ta dinë. Era e keqe ka në bazë të saj formimin e një pllake bakteriale. Dhe pikërisht në këtë pllakë instalohen, vendosen disa mikrokoloni bakteriale, të cilat në proceset e tyre të metabolizmit, pra këto baktere, prodhojnë një substancë që quhet sulfidi i hidrogenit ose në formë gazi sulfidrik. Dhe kjo aromë është e ngjashme me aromën e ujërave termale, sepse dhe ujërat termale kanë pranisë qufuri. E drejtë. Po. Dhe ku vendosen këto pllaka? Këto vendosen zakonisht në rrënjën e gjuhës, aty ku janë papilat. Pra ato formacionet e ngritura, ato papilat janë përgjegjëse për shijen, për shembull e ëmbël, e krit, por e thartë, e idhët e gjitha. Por mund të vendosen në gingivën, pra në mishat e dhëmbëve, ose në mukozën e gojës. Por kush janë shkaqet? Shkaqet. Çfarë na shkakton aromën e keqe të gojës? Është shumë e rëndësishme të di, shkaqet janë të panumërta, janë shumë. Por unë do mundohem t'i përmend që njerëzit pastaj ta shikojnë se ku e fusin vetë. Të gjejnë burimin. Po, të gjejnë burimin se nga vjen. Së pari, era e keqe e gojës që është zakonisht në mëngjes kur zgjohemi, nuk mund të konsiderohet si patologjike. E drejtë. Por kjo vjen sepse gjatë natës prodhohet pak sekrecione pushtymore. Dhe duke ditur që pushtyma krahas shumë funksioneve ka dhe atë dezodorizant, pra për të neutralizuar aromat, këto njerëz e kanë në mëngjes kur çojnë, pra këtu mjafton një gotë ujë, një gotë çaj dhe çdo gjë kalon. Nuk bëhet fjalë për këtë aroma, po për kë? Bëhet fjalë një herë kur personat që përdorin gjatë duhan, por sidomos cigare, duhan të rëndë, të fortë, edhe kjo sjell edhe paksimin e pushtymës, pushtyma e këtyre personave shumë ngjitse, edhe e pakët. Mirë, por një efekt i rëndësishëm i pushtymës është që ka efekte antibakteriale. Nëse ky sekrecion është i pakët, atëherë edhe efekti antibakterial është shumë i dobët. Dhe si pasojë zhvillohen baktere të ndryshme të cilat janë përgjegjëse për aromën e gojës. Por kush është tjetër? Tjetër është për shembull ajo që thatë juve, higjiena e dobët e gojës orale, që nuk lajnë shpesh dhëmbët e kështu. Në këtë rast, duke qenë se ka mbeturina ushqimore, këto shërbejnë si teren për shumëzim, për zhvillim të baktereve, të cilat pastaj japin problemet e erës së keqe. Të tjera që mund kemi. Fakt, do doja të ndalesh tek ushqimet që mund na theksojnë akoma më shumë aromën e keqe të gojës. Po pathën shkaqet nuk mund dalim ke ushqimet. Unë po mundohem të them sa më shpejt, do me thënë kemi infeksionet e bajameve, angina kataralis purulente, faringiti, laringiti japin, por japin edhe problemet e protezave. Personat që kanë proteza të pa fiksuar mirë, ato krijojnë problemet e erës së keqe të gojës. Ose kur ka ura që janë të lirshme, dhe këto japin probleme. Kemi për shembull problemet e ezofagut.
refluksi gastroezofagal, akalazi e ezofagut, ulçrat e ezofagut, tumoret e ezofagut, ose ulçrat e stomakut. Për shembull kemi Helicobacter pylori, që është një faktor kyçë në erën e keqe të gojës. Kemi infeksionet pulmonare, bronkektazit që janë qelbëzimi i kanaleve bronkiale, absceset e mushkrive e tjera. Por në pjesën më të madhe që ne shikojmë është prishja e mikrobiomës së zorës. Si pasojë disbiozës, disbakteriozës, prishet ekuilibri baktereve të mira me të këqija në favor të atyre të këqijave. Dhe në këtë rast, problemet fillojnë nga zora e trashë, zorë tollë, stomak, ezofag, derisa vinë në gojë. Prandaj gjuha e këtyre personave është e bardhë, ose mund të jetë një gjuhë gjeografike, me herë vënde të zbardhur, vënde me ngjyrë normale, ose për shembull në cmurët me mëlçi, me hepatite kronike, me ciroza, është e depapiluar gjuha, është e kuqe flak, është e shëndritshme, disi e lëngshme, por në shumë raste është edhe e thatë. Por përveç këtyre, për shembull, ne kemi edhe ushqime, për shembull qepa, preshi, hudra. Sigurisht këtu flitet për këto zarzavate që janë të freskëta. Por në gjellë këto mund të përdoren dhe hudra dhe qepa edhe preshi, nuk dëmtojnë. Por kemi edhe sëmundje diabeti, për shembull, që jep erën e frutave të kalbura, smurët me mëlçi me cirozë, erën e mollëve të kalbura. Kemi smurët me podagër, morbus gut, që kanë rritet acidit urik dhe si pasojë kanë edhe aceton, erën e acetonit. Por ku kemi tjetër? Është shumë e rëndësishme. Persona që ringjatë pa ngrënë, që agjerojnë dhe dietat fasting. Edhe dietat fasting favorizojnë të gjitha këto stresi. Një stres i vazhdueshëm ose një stres madhor, qarë sjell ulje të menjëhershme të imunitetit të zorëve dhe si pasojë prishje të mikrobiomës së zorëve. Kemi medikamentet, antibiotik, kortizonik, citostatik që përdoren për mjekimin e tumoreve, por janë dhe këto antipsikotikët, antidepresivët, pra edhe këto japin. Kemi edhe parazit, si që është lambja e tjera. Referuar asaj çfarë ju përmendët, fasting, dietat, apo të gjënduar i gjatë pa ngrënë, konsiderohet një aromë apo një problem shëndetësor i zgjatur me kohë apo është i përkohshëm, si ajo e mëngjesit? Jo, është i përkohshëm. Pra nuk ka ndonjë problem. Edhe për këto forma ne mund të ndërhyjmë me disa kura, si thua, natyrale, si mund të marrë masat. Por në ratë të parë të përmendim mirë se kush janë ushqimet që favorizojnë erën e keqe. Unë ju pyet, as më përgjigjet. Nuk më përgjigjet. Cilat janë ushqimet që favorizojnë aromën e keqe të gojës? Domethënë, ushqimet që japin është qumshi, sheqernat. Duhen hequr këto. Tjetër, ëmbëlsirat, lëngjet e sheqerosura, frutat e sheqerosura, frutat e ëmbla të pjekura shumë, si që është një banane e pjekur, prandaj duhet të ngrënë banania e fort, një banane e pjekur, hurmat e pjekura, pra të konsumohen të forta, si që janë hurmat farzezi. Por çokolatat, kafja, kakao e favorizojnë këta. Atëre kush janë ushqimet që bëjnë mirë? Së pari është kefiri, është molla e pjekur, kungulli i pjekur, që janë shumë të mira. Edhe do të rekomandojnë çajra. Çajra ginger, çaj mente, çaj energjiku, kemi çaj rigoni, po. Të rigonit kemi edhe përdorimi erëzave, do me thënë si të majdanozit, të koprës, këto janë shumë të mira. Çaj rozmarin, shumë i mirë, çaj kanelle, çaj karafili e të tjera. Atëre, qa do bëjmë? Kemi një moment që ndjesh keq me aromën e keqe. Sigurisht flitet për aromat tranzitore, se në qoftë se aromat janë kronike, atëre duhet patjetër tek një specialist gastroenterolog, i cili duke bërë pyetje përgjigje, arrin në një suspekt, në një dyshim për njërën nga këto shkaqe patologjike
që ne i përmendëm më sipër. Atëherë ai do t'japi analiza ekzaminimi derisa ta pikasi në qendër diagnozën, pra derisa të vendosi shkakun kryesor që ka dhënë këtë aromë të keqe të gojës. Po edhe fillon mjekimi, po u mjekua, si pas diagnozës, pasoja ikën vetë. Por që do t'jepshim ne në momente që një person ndjehet keqë në aromën, atëherë studiuesit italian rekomandojnë një gjysmë gote ujë të gazuar me gjysmë limoni, të pihet ecëll. Ujë të gazuar. Vetëm në këtë rast ujë gazuar mund të rekomandohet, pasi ujë gazuar nuk është më në ato përfitimet që mendonim dikur. Doktoresh, në cilat raste ne nuk shpëtojmë asnjëherë nga aroma e keqe e gojës? Cilat raste nëse një person është neurotik, është stresant, çdo moment, është shumë prekupant, e favorizon këtë gjë. Pra mund të jetojë gjithë jetën prandaj ai të kalojë me këto kurat natyrale. Për shembull që i tham këto çajrat gjitha, por nëse do iki diku edhe ka problem aromën për momentin, mbas një larje dhëmbësh dhe një fërkim me furçe, përheqjen e asaj shtresës zbardhur që është plagë bakteriale të gjuhës, ose përdorimi i perit, i fillit për të pasuar dhëmbët, është e rekomandueshëm. Atëherë në këtë rast ky mund të përdori ose një gargare me uthull molle të bërë në kushte shtëpie, jo të blerë, të holluar në ujë, të bëj gargare dhe në fund mund të pi një lugë gjelle në një gotë ujë ta konsumojë. A ka një formë, edhe kjo është për të ndihmuar këdo aty jashtë, mund ta ketë problemin por nuk e di, për të dalluar aromën e keqe të gojës? Aromën e thash, personat që i ka përballë ato i thonë, pra duhet patjetër problemin të adresoj dikush tjetër. Nuk e kuptojnë, kjo është e keqe, nuk e ndjejnë, nuk e kuptojnë. Kështu që të pyesin njerëzit që kanë rrotull. Na është mësuar, prezantuar të paktën një ushtrim që ndoshta na ndihmon të identifikojmë nëse goja jon ban erdhësh kjo. Nuk duhet pini kafe, as po kjo s'ka ndonjë efekt? As kakao në atë moment. Si? Të vendosësh dorën edhe të frysh? Po, ti frysh, po. Është një nga veprimet që mund të bëj. Dhe ashtu identifikohet. Ta ndjesh. Por zakonisht kur vjen kjo goja e zbardhur, gjua e këto, kanë edhe një gjuhë të thatë, të idhët. Po, është një nga gjuhë. Ka simptoma që të çojnë ato erën e keqe të gojës, Dhe tjetër që do rekomandoja, nëse nuk kanë kohë të përgatisin një çaj karafili ose çaj kanelle, mund të marrin një majlugë kafeje, karafil plur, të hedhur në gjysmë gotë ujë, të ngrohtë dhe ta pinë. Mundet të përdorin, nëse s'kan karafil, të përdorin kanellë, gjysmë lugë kafeje, lugë kafe të vogël, kanellë në një gjysmë gotë ujë. Dhe menjëherë ajo neutralizohet. Është shumë e mirë. Aroma keqe e gojës dhe çamçakëzi, si rrin këto të dyja bashkë? Çamçakëzi duhet pa sheqer. Sepse sheqeri favorizon shumëzimin e baktereve. Dhe kjo është e keqe, pra duhet të gjeni çamçakiza që nuk kanë sheqer. Edhe është një zgjidhje e përkohshme? Është një zgjidhje, po, e përkohshme. Por që e bën më të pranueshme. Por përdorni ujë. Duhen 8 deri 10 gota ujë. Pse? Se uji shplan, merr me vete gjithë bakteret, viruset, mykrat, të gjitha eliminon. Është një formë. Se për shembull ka edhe një smundje të mukozave të gojës që quhet herpes simplex H1. Po. Është i parafër dhe i ngjashëm me HIV-in. HIV e ka H2. Këto e kanë H1, që jep disa ulceracione. Për shumë, dje kisha për i kontrol një të smur nga peshkopia, një zonjë të re, edhe e pikasa këtë gjë, edhe si rezultati dhash analiza, dhe doli që ishte pozitiv, goxha, ja bëra dhe të shoqit, partnerit dhe ai pozitiv dhe unë mjekuan. Dhe ku e didje, ajo ishte jashtëzakonisht shumë mirë. Mendo kishte 6 muaj që shkonte në përmjek, bënte ekzaminim me analiza dhe ishte e pamundur. Keni pak një rast që ju ka mbetur në mendje nga ato që ju keni trajtuar, përsa i përket aromës së gojës? Një rast problematik? Problematik janë këto pastaj që përdorin medikamente në mënyrë kronike. Këtu është problem se s'mund t'i lesh ato pa mjekime, por mundohem kur më vjen këto raste
mundohem që ti ullë dozat E mjekimit që bazë që i është dhënë, dhe njëkohësisht i jap këto kurat natyrale. Pasi edhe nëse mjek, edhe pacientët janë të prirur më shumë në kurat natyrale se sa. Por sigurisht duke i ndihmuar me probiotik. Me probiotik. Janë të mrekullueshëm. Në rast se i smuri thotë që vi pas përdorimit të kortizonikëve, ibuprofenit, antibiotikëve, që i ka të përkohshme, jo si antipsikotikët e antidepresantët apo citostatikët, këto përdoren për pak kohë dhe mund të zhvillojnë probleme të tilla, atëherë ja probiotik bifidobacterium ose acidophilus, në mund t'i jap, pra zgjedh një probiotik që ndikon tamam në efektet negative që japin antibiotikët në zor. Pra zgjedhje ka, na duhet vetëm gjejmë burimin. Në përputhje me shkakun. Pra zgjedhje ka. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte shumë e këndshme dhe faleminderit që për publikun e bërë shumë thjesht duke shpjeguar me çdo sjellje utilitare që ne kemi në përditshmëri.